تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. Pra, mbi atë në të cilën jam unë dhe shokët e mi, nga dia e cila e ka zanafilën në Kur'an dhe Sunet dhe veprat që janë të ndërtuara mbi këtë dije. Dhe grupet e devijuara kanë kundërshtuar këtë dije, e kanë ndryshuar dhe kanë keq interpretuar dhe kanë kundërshtuar në vepra tekstet e Kur'anit dhe Sunetit, dhe ata ishin prej këtyre grupeve. Po. Këtu shejhu Allahu Azza wa Jall e mëshiroft vazhdon duke tregu për grupet që kanë deviju nga rruga e Kur'anit dhe Sunetit. Pasi shejhu e ka bërë të qartë se dija mirët nga Kur'ani dhe Suneti dhe se udhëzimi qëndron në pasimin e Kur'anit dhe Sunetit, ka tregu për ata që e kundërshtojnë Kur'anin dhe Sunetin dhe ka thonë, nëse ata janë në këtë gjendje, do të thonë në gjendje të pasimit të Kur'anit dhe Sunetit, atëherë ata janë ndjekës të vërtetë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ajo që jemi urdhëruar që ta pasojmë pejgamberin alaihi salatu wassalam. E nëse janë në një gjendje tjetër, atëherë ata nuk janë ndjekës. Ata nuk konsiderohen ndjekës të pejgamberit alaihi salatu wassalam. Por arsye se ata e kundërshtojnë dhe pasojnë epshet e tyre dhe pasojnë bidatin. Dhe thotë shehu, por vetëm ndjekin epshet e tyre dhe në të vërtet janë bidaxhi. Ata që kundërshtojnë rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk e ndjekin sunetin e tij, atëherë ata konsiderohen se janë bidaxhi. Dhe njerëzit në aspektin e diturisë dhe veprës me dituri ndahen në tre kategori. Ata që dinë dhe punojnë me dijen e tyre. Ata janë të udhëzuar. Nëse kanë sinqeritet. A nëse punojnë me dituri, por nuk kanë sinqeritet, atëherë janë munafik. Për arsye ata kanë pas dituri dhe kanë punu, ama nuk u ka bë dobi vepra tyre se nuk kanë pas sinqeritet. Si edhe grupi i tretë që janë jahudit dhe krishterët. Edhe ata që i përngjajnë atyre. Jahudit kanë pas dituri, nuk kanë punu me diturinë e tyre, dhe krishterët kanë punu, por nuk kanë pas dituri. Ndërsa besimtarët dinë edhe punojnë me atë që dinë, edhe e ndërtojnë diturinë e tyre dhe veprën e tyre e ndërtojnë mbi sinqeritet ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe për këtë arsye ata janë quajtur al-Ta'ifatul Mansura, grupi ose pala e ndihmuar, dhe al-Firqatu Najia, grupi i shpëtuar. Dhe këta janë të gjithë emërtime për të njëjtin grup. Don thuj Ahlus Sunna wal Jamaa, don thuj as-Salafiyun, don thuj al-Ta'ifatul Mansura, don thuj al-Firqatu Najia, ose gjithashtu Ahlul Hadith, të gjithë janë emërtime për të njëjtin grup. Dhe është rruga dhe grupi që pason rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe në këtë hadith që e ka përmendur shehu, do të vazhdoj një grup prej umetit tim të jetë në të vërtetën, të qartë dhe të dukshëm. Do të ata kanë dukuri dhe janë të qartë në atë vërtetë që ata ndjekin. Nuk do t'u bëj dëm atyre as ai që i tradhton. Tash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon për dy grupe të njerëzve që i kundërshtojnë. Një palë janë ata që i tradhtojnë. Do me thonë, tradhtarët janë ata që ecin së bashku me ata, janë bashkë me ata, e pastaj i tradhtojnë. Këta nuk u bëjnë dëm atyre. E as ata që i kundërshtojnë. Kundërshtarët janë ata që prej fillim tregojnë armiqësi dhe kundërshtim ndaj njerëzve të Sunetit. E të dy grupet nuk u bëjnë dëm këtyre. Ahlus Sunna çdo herë do jetë triumfues. Dhe çdo herë do jenë të dukshëm në të vërtetën dhe do jenë
në fitim. Por ata që i kundërshtojnë dhe ata që i tradhtojnë, ata janë ata që e dëmtojnë veten e tyre. E vërteta do vazhdon dhe do jetë fitues me ne ose pa ne. Allahu Azza wa Jall ka garantuar për fitoren e Islamit dhe për ngritjen e Islamit. Dhe ka garantuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se çdo herë do vazhdon një grup i prej umetit tim të dukshëm në të vërtetën. Dhe në hadithin e dytë, shejhu këtu ka përmend hadithin e njohur, që është i njohur hadith el-iftiraq, do të thonë se umeti do të ndahet, do përçahet në grupacione. Ka përmend do të ndahet në 73 grupe. Këtu dietarët kanë thonë se qëllimi i numrit 73 është për qëllim. Do të thonë ata do bëhen tamam në 73 grupe. Për arsye se disa kanë thonë nuk është për qëllim numri, po është për qëllim një numër i madh. Sikur ti kur i thu dikujt kam thonë 78, kam thonë 100 herë. Nuk e ki për qëllim tamam 100 herë, po të kam thonë shumë herë. Kam thonë domethënë është për qëllim një numër i madh. Por e sakta është se është për qëllim grupi, domethënë 73. Për atë edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë për jahudit ka thonë 71 grup. Për krishterë ka thonë 72 grup. Edhe për musliman ka thonë 73 grupe. Dhe këta 73 grupe janë prej umetit. Do të thonë janë musliman. Ndërsa ata grupacione që kanë dalë në kufër, ata nuk konsiderohen që janë prej 73 grupeve. Kusht është që t'jenë prej grupeve të muslimanëve. Pastaj dietarët kanë tregu bazat e këtyre grupeve. Kanë thonë për shembull Khawarij, kanë thonë disa ndahen në 12 grupe, disa kanë thonë ndahen në 20 grupe, pastaj Shiat, nëse i konsiderojnë prej umetit, ndahen në disa grupe, pastaj Qaderit ndahen në disa grupe, gjithashtu Murxhiat ndahen në disa grupe kështu me radhë. Domthonë bazat e bidatit i kanë përmendur dietarët e selefit. Pastaj për këtyre bazat e bidateve, grupacioneve të bidatit, janë shpërndarë në disa grupacione. Dhe fjala e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për jahudit, ku ka thonë se një grup, do me thonë, ka qenë të vërtetën, do të thotë se emërtimi me jahudi është i saktë. Edhe për nasara, për krishterë, edhe kjo tregon se emërtimi me këtë emër gjithashtu është i saktë. Do të thonë ata që kanë qenë pasues të pejgamberëve të tyre. Pasuesit e vërtetë të Musës kanë qenë në të vërtetën. Dhe pasuesit e vërtetë të Isës alayhis salam, edhe ata kanë qenë në të vërtetën. Ndërsa ata që i kanë kundërshtuar pejgamberët e tyre dhe janë përça dhe kanë deviju, atëherë ata janë prej grupacioneve të devijuara. Gjithashtu tek muslimanët, ata që kanë deviju nga suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për ata ka ardhur kërcënimi me dënim për zjarr, që nuk do të thotë se ata përgjithmonë do jenë në zjarr, përderisa janë prej umetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kanë vdekur me tauhid, do të dalin prej zjarrit, po për bidatin e tyre e meritojnë dënimin. Dhe bidati është më i keq se gjunahu. Për arsye se muslimani kur bën ndonjë gjuna, e ndjen veten e tij se ka gabu, dhe ndjen keqardhje dhe shpreson mu largu dhe mu pendu. Ndërsa kur vepron ndonjë bidat, ai mendon se ka vepruar diçka të mirë. Mendon se jo afrohet Allahut Azza wa Jall. Por atë ka thonë edhe Sufjan prej selefit rahimahullah, ka thonë bidati është më i dashur tek iblisi se sa mekatet. Se prej mekateve muslimani pendohet, ndërsa prej bidateve nuk pendohet. Dhe grupi i shpëtuar në këtë hadith kanë ardhur dy transmetime. Dhe Sheikh Al-Albani rahimahullah i ka saktësuar të dy transmetime. Në një është përgjigj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur është pyet për grupin e shpëtuar, për arsye se sahabët kanë dashur me ditë kush është grupi i shpëtuar, që t'jenë prej tyre. Ka thonë el-jamaa. Ka thonë el-jamaa. Do thonë grupi, xhamati. Dhe kush është ky grup? Kush është ky xhamat? A të shikojmë shumicën, apo të shohim atë xhamat në fshat ku jemi ne, bashkangjitemi me atë xhamat? A është kjo për qëllim me xhamatin me qenë? Jo,
është për qëllim xhamati i sahabëve, xhamati i shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtë e sqaron transmetimi, rivajeti i dytë, ka thonë ato që janë biat në të cilën jam unë dhe shokët e mi. Do me thonë me ndjek rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me ndjek rrugën e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me besu ashtu siç ata kanë besu, me adhuru Allahun azza wa jall ashtu siç ata e kanë adhuru, atëherë ti je i udhëzuar. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Nëse ata besojnë ashtu ju siç besoni, sikur sahabët, atëherë janë të udhëzuar. Vetëm me pasimin dhe besimin e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E përndryshe nuk ka siguri dhe nuk ka udhëzim, po është devijim çdo rrugë që të largon dhe çdo rrugë që kundërshton rrugën e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe prej arsyeve më të mëdha për kundërshtimin e rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe devijim në shirk dhe në kufër dhe në bidat është gjehli, është padituria. Për këtë arsye njeriu ka patjetër nevojë që të mëson, se pa dituri të saktë nuk e din se cila është rruga e drejtë. Dhe nuk ki mundësi atëherë edhe me u bë dobi tjerëve. Se në shprehje arabe thonë faqidu shay la yu'ti. Ai që vetë nuk posedon diçka, nuk mundet edhe tjerëve me u dhon. Nëse ti se ki diçka, të mungon ty vetë, edhe tjerëve nuk mundesh me u dhon. Ai që nuk ka dituri, edhe tjerëve nuk mundet me u dhon. Ai që nuk din për vete, edhe për tjerë nuk mundet me ditë. Për atë arsye është këshilla shumë e madhe që Sheikh Rabi' Allahu Azza wa Jall e mëshiroft, ka dhënë në këtë shkrim në shumë vende për kërkimin e diturisë dhe me pasu diturinë e saktë dhe me mësu diturinë e saktë. Pastaj, nëse shikojmë për çështjen e parë, çështjen më të rëndësishme që muslimani duhet me mësu, është tauhidi. Dhe thirrja e parë me të cilën muslimani thirr të tjerë është thirrja në tauhid. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka dërguar Muadh ibn Jabal në Yemen, ka thonë falyekun awwal ma tad'uhum ilay an yuwahhidu Allah. Të jetë e para për të cilën ti i fton ata që ta veçojnë Allahun me adhurim. Kjo të jetë thirrja e parë. Dhe kjo është obligimi i parë. Awwalu wajibin 'ala al-'abidi ma'rifatu ar-Rahmani bit-tauhid. Obligimi i parë për robrit është ta njohin Allahun me tauhid. Dhe Allahu Azza wa Jall për këtë arsye dhe i ka kriju njerëzit. O ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nuk i kam kriju njerëzit dhe gjin vetëm që të më adhurojnë. Dhe kjo është në kundërshtim me rrugën e njerëzve të bidatit. Prej ehlul kelamit dhe të tjerëve. Çka thonë ata? Ata thonë e para është me shiku në krimin e Allahut, me mendu për krimin e Allahut. Do të thonë ta shikojsh krimin, qiellin, pemët, kodrat, kështu me radhë dhe thosh kush e ka kriju këta? Këta e ka kriju Allahu. Do të thonë e para është me shiku, me meditu për krimin. Kjo është obligimi i parë tek ata. Dhe kjo është prej gjërave më të kota, prej devijimeve më të mëdha. Dhe kështu kam përmend në librat e tyre, për arsye se ata e ndërtojnë udhëzimin mbi logjikën e tyre. Dhe thonë, kur kundërshton logjika tekstin, i japin përparësi logjikës. Ndërsa ehlus sunna thonë, i japin përparësi tekstit, bile thonë që logjika e shëndosh nuk kundërshtohet me tekstin. Teksti i saktë dhe logjika e shëndosh, ata përputhen dhe nuk kundërshtohen. Për këtë arsye ai që më së shumti dhe më së miri ka refuzuar është Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Dhe ai ka shkruar dar ta'arud an-naql wal aql. Do të thonë largimi i kundërshtimit mes logjikës dhe tekstit.
Do të thonë nuk kundërshton logjika e shëndosh tekstin e saktë. Ata përputhen dhe nuk kundërshtohen. Dhe ata ka thonë gjithashtu, ka thonë kullu nassin awhama tashbiha fa awwilhu aw fawwidhu wa rum tanziha. Ka thonë çdo tekst që vjen në Kur'an dhe Sunet që duket prej saj, kuptohet prej saj, krahasimi i Allahut Azza wa Jall me krijesën e tij, atëherë ne veprojmë me këtë tek bidaxhit, domethënë ka thonë në dy mënyra veprojmë me këtë tekst. Awilhu me interpretu, ose me bot të fujt. Me interpretu domethënë kur Allahu Azza wa Jall e përmend Kur'an dorën e tij, fytyrën e tij, e kështu me radhë, ata thonë kjo nënkupton krahasim mes Allahut dhe krijesës. Atëherë çka është obligimi këtu? Tek ata çka është? Ha? Jo, interpretu. Ta'wil. Me bo ta'wil. Pastaj thonë dora Allahut është fuqia e tij. Ndër aje këtu. Dora Allahut është fuqia, ashtu e komentojnë. A është e saktë kjo? Jo. Jo. Kjo nuk është e saktë. Ata e keq interpretojnë. Dora Allahut thonë është fuqia e tij. Fytyra Allahut thonë është mirësia e tij. E kështu me radhë. Ose me bot të fujt. Të thënë, do me thonë me e lën kuptimin dhe do me thonjen e fjalës. Me thonë ne nuk dim çka është kuptimi i saj. Ne nuk dim çka është vetë do me thonja e fytyrës, nuk e dim çka është do me thonja e dorës. Dhe këtu thonë dietarët të fujt el ma'na është e saktë. Ose të përfujt el kefije, me thonë ne nuk dim si është mënyra e dorës Allahut. Kjo është e saktë, ne nuk e dim. Por ne e dim se çka është dora dhe e vërtetojmë për Allahun dorën ashtu siç i takon atij, pa krahasim me krijesat. Kjo është besimi i Ahlus Sunna wal Jamaa. Ndërsa ata bidaxhit siç e përmenda, i keq interpretojnë tekstet e Kur'anit dhe Sunetit. Dhe pasojnë epshet e tyre në komentimin e Kur'anit dhe Sunetit. Dhe nuk i komentojnë ashtu siç na ka mësuar Allahu subhanahu wa ta'ala dhe siç na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po vazhdo. Ndërsa grupi i vetëm i cili është pala e ndihmuar e ka arritur këtë veçori dhe këtë pozit, sepse ata qëndruan në atë që ka qenë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, prej dijes dhe veprës së ndërtuar mbi librin e Allahut dhe sunetin e të dërguarit e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pra dija pasha Allahun pastron. Dija e dobishme dhe veprat e mira pastrojnë shpirtrat dhe i pajstrojnë ato nga shirku, humbja, ignoranca, kufri, padrejtësia, armiqësia, dhe e mëson, e edukon dhe e pastron atë me akiden e pastër dhe metodologjinë e saktë dhe me moralet e vlefshme. Po. Pastaj shehu këtu ka tregu për grupin e vetëm, që është grupi i shpëtuar dhe pala e ndihmuar. Dhe përmendëm më herët se këta janë emërtime. Apo i Fatul Mansura, që është pala e ndihmuar, dhe El Firqatu Najia, që është grupi i shpëtuar. Këta të gjithë janë emërtime për të njëjtin grup. Dhe Sheikh Rabi' rahimahullah ka shkruar një libër që ka thënë Jama'atun Wahida la Jama'at. Ka thënë një xhamat dhe jo shumë xhamate. Wa siratun wahid, dhe një rrugë la asharat, dhe jo 10 rrugë. Këtë ka bo në kundërshtim të Abdurrahman Abdul Khaliq. Dhe ka dhonë parathënje Sheikh Rabi's në këtë libër, muftia i tashëm i Arabisë Saudite, dietari i madh Sheikh Al-Allama Salih ibn Fawzan al-Fawzan, hafidhahullah. Këtu domethënë Sheikhu ka bërë të qartë se është vetëm një xhamat në të vërtetë, nuk janë shumë xhamate. Se Abdurrahman Abdul Khaliq ka dëshiruar që me i bashku të gjithë grupacionet, se cili le të punon në shërbim të Islamit dhe në të ka haj, në këtë ka mirësi. Ndërsa Sheikh Rabi ka bërë të qartë, domethënë se është vetëm një grup i shpëtuar. Dhe e vërteta është vetëm një. E vërteta nuk mund të ndahet.
Diçka është ose e vërtet, ose është e kot. Dhe Allahu ka thonë, فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Çka ka mas të vërtetës, vetëm se humbje. Një gjë është e vërteta, ajo që vjen mas saj është humbje, është devim. Dhe vërteta është vetëm një dhe nuk ndahet. Dhe Allahu gjithashtu ka thonë në Kur'an, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Nëse ju kundërshtoni në një çështje, do të thonë në çfarë do të qoftë për çështjeve, shay ka ardhur nekira fi siyaq al-umum, do të thonë që do të thonë në gjithë çka që njerëzit kundërshtohen për çështjeve të tyre, ktheheni tek Allahu dhe i dërguari sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë e vërteta është vetëm në pasimin e urdhit Allahut, që është Kur'ani, dhe në urdhin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që është suneti. Vetëm këtu qëndron e vërteta. E gjithë çka mas të vërtetës është humbje dhe është devim. Dhe gjithashtu Allahu ka thonë wa anna hadha sirati mustaqima. Dhe kjo është rruga ime e drejtë. Fattabi'u, pasonje këtë. Wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili. Dhe mos i pasoni rrugicat, që këta do t'i devijojnë juve nga rruga ime. Rruga Allahut është vetëm një rrugë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shpjegim të këtij ajeti, siç ka ardhur në hadithin e Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, ka bënë një vin tokë. Dhe ka thonë kjo është rruga e Allahut. Do është një rrugë vetëm, nuk ka 2 ose 3. Dhe ka bëu për kësaj rruge, ka bëu disa rrugë tjera, që janë rrugica, që të devijojnë prej rrugës të Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj nëse muslimani e kupton këtë çështje, atëherë kjo i sjell atij edhe dashuri dhe urrejtje. Dashuri për njerëzit që e pasojnë të vërtetën dhe urrejtje për njerëzit që e kundërshtojnë të vërtetën. Dërsa kundërshtimi mund të ndodhi edhe në mesin e njerëzve të rrugës të vërtetë. Nëse kundërshtimi është i bazuar në argumente. Sikur kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka dërguar shokët e tij në Beni Qurayza dhe ka thonë mos qumri namazi kindis, mos e fali kindin vetëm duke qenë në Beni Qurayza. Tu sahabët janë ndarë 2 mendime. Një palë e ka fal namazin rrugës për arsye se ka qenë koha e kindis. Dërsa grupi tjetër ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka urdhëruar mos me fal namazin e kindis vetëm tek Beni Qurayza dhe nuk e kanë fali kindin derisa ka mri aty. Kush e ka pas sakt? Ne thamë vërteta është një, nuk ndahet, nuk mundën të dy me qenë sakt. Ata që kanë fal në kohë. Për arsye se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas për qëllim me shpejtu që me mri në kohë të kindis, me mri tek ata. Do të thonë qëllimi ka qenë me shpejtu. Por i ka zonë namazin në rrugë, atëherë me fal namazin në rrugë dhe këtë grup pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka saktuar. Por nuk ka pas kritik për grupin tjetër. Pse? Se ata jo bazuan tekst. E kanë kuptuar këtë mënyrë, do të thonë kanë gabuar në kuptimin e tyre. Edhe kur ndodh kundërshtim mesin e dietarëve dhe të dy prej dietarëve bazohen në argumente të sakta, sikur Sheikhu Themini mu kundërshtu me Sheikh Al-Albani. Të dy dietarët të sunetit, dietarët e selefit, dietarët që kërkojnë të vërtetën. Njëri ja ka qellu, qetri ka gabu, por të dy kanë shpërblim. Ai që ja qellon ka 2 shpërblime, dhe ai që gabon ka 1 shpërblim për mundin që ka bë. Dhe këtu nuk ka kritik dhe nuk bëhet bidaxhi ai që ka marrë mendimin e gabuar përderisa ka kërkuar të vërtetën. Nësa ai që vjen mas tyre nuk lejohet me i pasu në të kotën, nëse din se ka gabu dikush prej dietarëve dhe ka obligim që ta pason të vërtetën. Dhe për këtë arsye dhe Imam Ibn Qayyim rahimahullah ka thonë fali wahidin kun wahidan fi wahidin a'ni sabil al-haqq wal iman. Ka thonë për një bëhu një në një. Kam thot për qëllim rrugën e hakut dhe të imanit. Për një, për Allahun. Bëhu një, do të me qëllimin
thënë bohu një, do më thonë me qenë qëllimit vetëm për Allahun, fi wahidin, në një rrugë. Nuk ka 2 ose 3. Në një rrugë, thot kam për qëllim rrugën e imanit dhe të vërtetës. Kjo është rruga e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe është rruga e shokëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Naam, vazhdo. Dhe kush dëshiron të shoh shpirtrat e pastra, le të lexoj historinë e sahabëve të ndershëm, kënaqësia Allahut qoftë mbi ta, dhe të atyre që kanë pasuar ata në të mirë, në mënyrë që të shoh frytet e tyre prej dijes dhe veprës, sinqeritetit, bindjes, vërtetësisë, besnikërisë, mirësisë, drejtësisë, panshmërisë dhe të gjitha cilësive të përsosmërisë me të cilat përsoset njeriu. Në shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam shes se ata janë umeti më i mirë që është nxjerrë për njerëzit, ashtu siç i ka përshkruar Allahu i lartësuar. Kjo për arsye se kjo mirësi përfshin të gjitha aspektet e jetës, jetën, shpirtin, sjelljen, moralin, xhihadin, sinqeritetin, në çdo çështje që i shikon tek ata, i gjen në shkallën më të lartë të pastërtisë, më të lartën e devotshmërisë dhe më të plotën e mirësisë. Sikur ta studioje të gjithë historinë e njerëzimit, nuk do të gjeje më të devotshëm, më të pastër, më të drejtë dhe me moral më të lartë se ky umet që printe umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe ata janë shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ju jeni umeti më i mirë që është nxjerrë për njerëzit, urdhëroni për të mirën, ndaloni nga e keqja dhe besoni në Allahun. Naam. Pastaj këtu shejhu rahimahullahu ta'ala ka tregu për vlerën dhe pozitën e lartë që kanë pas shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe padyshim ata janë më të lartit të këtij umeti. Dhe njerëzit më të mirë të këtij umeti kanë qenë më të miri në çështjen e jetës së tyre, në çështjen e shpirtrave të tyre, në sjelljen dhe moralin, në xhihadin, në sinqeritetin dhe siç thotë shehu në çdo çështje që i shikon tek ata i gjen në shkallën më të lartë të pastërtisë, më të lartën e devotshmërisë dhe më të plotën e mirësisë. Kanë qenë njerëzit më të mirë. Dhe në këtë ajet, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Keni qenë ummeti më i mirë që kanë dalë për njerëzit. Do të thonë sahabët, ta'muruna bil ma'ruf. Ju urdhëroni për të mirë, wa tanhauna 'anil munkar. Dhe ndaloni nga e keqja, wa tu'minuna billah. Dhe besoni në Allahun. Allahu azza wa jall vet ka dëshmuar për besimin e sahabëve. Ka dëshmuar se ata urdhërojnë për të mirë, ndalojnë nga e keqja dhe besojnë në Allahun. Do më thonë besojnë në Allahun ashtu siç duhet me besu Allahun. E me besu ne si sahabët, atëherë besojmë në Allahun ashtu siç duhet. Me pasu besimin e sahabëve, atëherë pasojmë rrugën e vërtetë dhe besimin e vërtetë. Për këtë arsye, ata janë shembulli i jon. Dhe kush i përmend sahabët për të mirë dhe i don ata, kjo është shenjë e besimit të tij. Dërsa kush i shan sahabët, fol keq për sahabët, urren ata, atë kjo është shenjë për nifaq. O shenjë se ky person është dyftyrësh dhe nuk është njeri i rrugës të vërtetë. Dhe ka thonë Allahu gjithashtu, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Dhe kështu ju kemi bo juve një umet të mesëm. Të thonë sahabët i ka bo umet të mesëm, kanë thonë djetarët, wasatan, të më thonë khiyaruha, ma të mirit, umeti ma i mirë, ka qenë umeti i sahabëve, shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pasimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk mund të realizohet vetëm në pasimin e sahabëve. Për arsye se në ajetin që do ta përmesi shehu më vonë, wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda. Kush kundërshton të dërguarin mbasi është bë e qartë e vërteta, wa yattabi' ghayra sabil al-mu'minin. Dhe pason një rrugë tjetër
përveç rrugës së besimtarëve. Sheikh Al-Albani rahimahullah shumë është argumentuar me këtë ajet për obligueshmërinë e pasimit të rrugës së selefit dhe rrugës së sahabëve. Për arsye se kush kanë qenë besimtarët në atë kohë kur është zbrit ky ajet, kanë qenë shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe me kundërshtu rrugën e besimtarëve, do me thonë me kundërshtu rrugën e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ata janë më të mirë të umetit dhe janë më të diturit të umetit. Pse? Se ata e kanë përjetu shpalljen. Kur është zbrit shpallja te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ata e kanë përjetu dhe e kanë marrë Kur'anin, leximin e Kur'anit dhe kuptimin dhe komentimin dhe veprën me Kur'anin e kanë marrë drejt prej drejt nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar, ju dëgjoni dhe do dëgjojnë prej juve dhe do dëgjojnë prej atyre që kanë dëgjuar prej juve. Kështu është për hap dituria. Ka shku prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam te sahabët, prej sahabëve te tabiin, edhe kështu me radhë ka shku deri në këtë kohë. Dhe argumentet janë të shumta në të cilën Allahu Azza wa Jall i ka lavdëruar sahabët në Kur'an, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në sunetin e tij gjithashtu i ka lavdëruar sahabët. Si për shembull në hadithin la tasubbu ashabi, ka thonë mos i shani shokët e mi. Dhe këtë hadith e transmeton Buhariu dhe Muslimi. Dhe thot mos i shani shokët e mi se pa shaat në dorën e të cilit o shpirti im, nëse dikush prej juve jep ari lemor sadaka sa kodra e Uhudit nuk do arrin vlerën e sahabëve nëse njëri prej tyre jep 1 mut ose 2 mut. Do thonë 1 dorë ai me dhon ose gjys dorë ai me dhon, 1 dorë ose 2 dorë ai me dhon, sahabi është pra më i mirë. Ai me dhon 1 grush sadaka ose 2 grusha sadaka, sahabi është më i mirë se sa dikush që vjen mas tyre me dhon sa kodra e Uhudit ari. Sa mendoni është pesha e kodrës Uhudit? Kanë thonë geologët se për afërsisht është 45 miliard ton. 45 miliard ton. Dhe në to ka për afërsisht 8 miliard njerëz. Dhe me i dhonë se cilit për njerëzve 5 kg ari, atëre ka shpërndarë, do me thonë, 45 miliard ton të kodrës Uhudit. Se cilë njeriu me i dhonë, se cilë njeriu prej tokës me i dhonë ka 5 kg ari. 1 kg ari është më shumë se 100.000 euro. 1 kg. Do thonë se cilë me dhonë ka 500.000 euro, e prap nuk e arrin njëri prej sahabëve me dhonë 1 grush ose 2 grush sadaka. Kjo tregon për vlerën që kanë pas shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe siç ka thonë Imam Ahmedi se askush që vjen mas sahabëve nuk mundet me qenë më i mirë se njëri që vetëm 1 orë e ka taku pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. 1 orë me taku pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mu konsideru që është sahabi, është më i miri se çdo kush që vjen mas tij. Çdo kush që vjen mas tij, ky sahabi është më i mirë. Se ka arrit me mu konsideru sahabi, mu konsideru shok i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo është domethënë vlera më e madhe. Se sa gjithçka që ne mundemi me bo mas tyre. Bile kur kanë folë për Isa alayhis salam, që është pejgamber prej pejgamberit të Allahut, dhe është njëri prej ulul azm, 5 pejgamberë më të mirë, kanë përmendur se ai është prej sahabëve. Se është taku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kur ka shku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Isra ul Miraj. Është taku me të dhe ai është i gjallë për arsye se Allahu e ka ngrit në qiell, dhe është taku me të, me trupin dhe me shpirtin e tij. Për këtë arsye konsiderohet sahabi. Domthonë prej vlerave të tij është që është prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah thot, duke folë për shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot me kritiku, me folë keq për gjeneratën më të mirë
të cilët e kanë shoqëruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam është kritik ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ashtu siç ka thonë Malik dhe të tjerë prej imamëve të diturisë, se këta që flasin keq, që akuzojnë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në realitet ata akuzojnë shokun e tyre. Do më thonë akuzojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Për arsye që të thojnë njerëzit një burr i keq ka pas shok të këqij. Dhe sikur të kishte qenë i mirë, edhe shokët do t'i kishte pas të mirë. Do me thonë ata në realitet dojnë me fol keq për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Po pse s'kan mundësi me fol drejt për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, fillojnë me sahabët. Që njerëzit thonë pastaj masi shokët e tij kanë qenë kaq këqij, edhe ai patjetër atëherë ka qenë i keq, uliadhu billah. Edhe gjithashtu ka thonë Sheikhul Islam Temije, kush i pason të parët, ai është prej tyre, dhe ata janë njerëzit më të mirë mas pejgamberëve. Se ummeti pejgamberit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, se ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është ummeti më i mirë që ka dalë për njerëzit. Dhe ata janë më të mirit të ummetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Siç ka ardhur në hadith, gjenerata më e mirë është ajo gjenerata të cilën unë jam dërguar, pastaj ata që vinë mas tyre, pastaj ata që vinë mas tyre, deri në fund të fjalës së tij, rahimahullah. Dhe gjithashtu ka ardhur në hadith, të cilën transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "En-nujum amanatun bis-sama." Yjet janë siguri për qiellin. Do të thonë përderisa yjet qëndrojnë në qiell, tregon se qielli vazhdojnë dhe nuk ka ndodhur asgjë dhe nuk janë prish. Në atë moment kur do largohen yjet, do të thonë do fillon edhe qielli mu prish. Fa idha dhahabat an-nujum ata as-samaa ma tu'ad. Kur të largohen yjet, do t'i vjen qiellit ajo që është premtuar asaj. Wa ana amanatun li ashabi. Dhe unë jam siguri për shokët e mi. Do me thonë, siç ka thonë Allah në Kur'an, wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim. Allahu nuk i dënon ata duke qenë ti në mesin e tyre. Pastaj thot fa idha dhahabtu ana fa idha dhahabtu ata ashabi ma yu'adun. Kur të shkoj unë, do t'u vjen shokëve të mi ajo që është premtuar. Do thonë kanë filluar pastaj fitnet dhe trazira dhe kështu me radhë. Wa ashabi amanatun li ummati. Dhe shokët e mi janë siguri për ummetin tim. Fa idha dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Dhe kur të shkojnë shokët e mi, do t'i vjen ummetit tim ajo që është premtuar asaj. Do të thonë do vazhdojnë dhe do përhapen fitnet, do përhapen bidatët dhe kështu me radhë. Dhe kjo është një prej shenjave të pejgamberisë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ka treguar për diçka që do ndodhi edhe ka ndodhur në atë mënyrë siç ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mas vrasjes të Umerit dhe mas vrasjes të Uthmanit radhiyallahu anhuma, janë përhap fitnet, janë shtu bidatët, janë nda musliman dhe janë përça në grupacione. Vazhdo. Cilësi madhështore që përfshin moralin, drejtësinë dhe paanshmërinë, mbështetjen tek Allahu, bindjen dhe sinqeritetin e shpirtit, pastërtinë e gjymtyrëve nga mbrapshtitë e moralit, nga mbeturinat e shirkut, nga mbrapshtitë e devijimit, nga mbrapshtitë e padrejtësisë, armiqësisë dhe dhunimit. Tek ata gjen njerëzit më të pastër, më të drejtë dhe më afër Allahut pas pejgamberëve, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ta. Ta studiojmë historinë e tyre, qëndrimet e tyre, gjihadin e tyre, thirrjen e tyre, për të parë se ata e fituan vendin e parë në çdo fushë dhe në çdo aspekt. Pikërisht për këtë Allahu te baraka ve taala i bëri ata shembull krahasimi për çdo që vjen pas tyre, ashtu siç ka thënë te baraka ve taala, "Wa man yushaqqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira."
Ata që kundërshtojnë të dërguarin pasi u është bërë qartë udhëzimi dhe ndjekin një rrugë tjetër përveç rrugës së besimtarëve, ne do t'i lejojmë të ndjekin atë që ata vetë kanë zgjedhur dhe do t'i hedhim në xhehenem, e sa vend i keq është ai. Dhe i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i bëri ata mos krahasimi dhe kur u pyet në lidhje me veprat e grupit të shpëtuar për cilësitë e tyre, ai tha, ata janë ata që janë mbi atë që jam unë dhe shokët e mi. Dhe i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar që kur umeti të përqahet, epshët i coptojnë dhe të shohim kundërshtime të shumta, të kthehemi tek ajo që ishte ai sallallahu alaihi wasallam dhe halifët e drejtë të tij, Allahu qoftë i kënaqur me ta. Ai sallallahu alaihi wasallam tha, më të vërtet kush për jush do të jetoj pas meje, do të shoh shumë përçarje, prandaj kapuni fort pas sunetit tim. Dhe pas sunetit të halifëve të drejtë të udhëzuar pas meje. Kapuni pas ti me dhëmball, ruajuni çështjeve të shpikura, sepse çdo risi është bidat dhe çdo bidat është humbje. Po. Këtu shejhu, rahimahullahu ta'ala, e përmendi ajetin o me ju shaqi ar-rasul, ai që e kundërshton të dërguarin. Min ba'di ma tabayyana al-huda, masi është bërë ati e qartë e vërteta. Wa yattabi ghayra sabil al-mu'minin, dhe pason një rrugë tjetër përveç rrugës së besimtarëve. Do të thonë kundërshton rrugën e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo tregon për telazum që kanë këta dy çështje. Ai që kundërshton pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kundërshton edhe sahabët. Dhe ai që kundërshton sahabët, kundërshton edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe rruga e vërtetë dhe rruga e shpëtimit është vetëm me ndje shokët e pejgamberit alaihi salatu wassalam. Dhe ata kanë qenë njerëzit që më së shumti kanë ndjek pejgamberin alaihi salatu wassalam. Saqë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka qenë në namaz dhe i ka ardhur Xhibrili dhe e ka lajmëruar se në këpucët e tij ka një papastërti, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke qenë në namaz i ka heq këpucët e tij. Shikoni çka është pasimi i vërtet. Sahabët e tij në namaz mbrapa pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe ata i kanë heq këpucët. Vetëm se kanë pasë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka heq këpucët, ata me njëherë e kanë pasu. Nuk kanë thonë po presim njëherë, po pyesim njëherë, po me njëherë e kanë zbatuar. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shëruar se Xhibrili i ka ardhur dhe ka thonë kur të falet dikush në këpucë, le ti shikon, e nëse ka papastërti me i fshi me dhe, që tregon se dheja pastron. Edhe gjithashtu kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas një unas për ari dhe ka qenë e lejuar në fillim të Islamit, dhe e ka hek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur e kanë pas sahabët që ka hek, edhe ata e kanë hek. Me njëherë e kanë pasu, e kanë marrë shembull të vërtet, ashtu siç Allah azza jall e ka treguar në Kur'an. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Ju keni në të dërguarin e Allahut një shembull të mirë. Kështu sahabët e kanë marrë shembull pejgamberin alayhi salatu wassalam dhe e kanë pasu për çdo çështje. Bile kur kanë marrë vesh për një sunet që ata nuk e kanë ditë, kanë ndje keqardhje më të madhe. Ibn Omeri radiallahu anhuma, kur ka dëgjuar që Ebu Hurejra transmeton një hadith për shpërblimin e faljes së namazit të xhenazës, që ai që e fal ka shpërblimin e një qirat. Dhe ai që e fal dhe e përcjell derisa të varroset ka 2 qirat. Dhe një qirat është sa kodra e Uhudit. 2 është sa 2 herë kodra e Uhudit. Ibn Omeri ju ka du kjo si një shpërblim shumë i madh dhe mos ketë gabu Ebu Hurejra në këtë transmetim. Ka dërgu dikën te Aisha radiallahu anha, që ta pyesi a është kjo e vërtet. Aisha radiallahu anha e ka vërtetu se kjo është e vërtet. Kur ka ardhur personi dhe ka tregu Ibn Omeri, po, ka thonë e vërtet është, ka thonë Aisha, ka pas disa gur në dorë, Ibn Omeri dhe i ka gjujnë tokë. Ka thonë sa shumë kemi hub prej këtyre shpërblimeve.
sa shumë prej qararit, prej kodrave të Uhudit kemi humb. Domethënë se kemi ditë keq përblim. Edhe kështu është, njeriu gëzohet me synetin kur e mëson dhe kur e praktikon në mënyrë më të madhe. Dhe mërzitet dhe pikëllohet dhe ndjen keqardhje kur ai nuk e ka vepruar në synet. Nuk e ka fal namazin e duhas, nuk e ka fal vitrin, nuk ka agjeru, nuk e ka bërë dhikrin mëngjesit dhe mbrëmjes, kjo është ai ndjen keqardhje. Ndërsa realiteti është se ne ndjejmë më shumë keqardhje nëse na prishet ndonjë biznes, nëse nuk arrim me kry ndonjë punë prej punëve të dynjas, kjo më shumë na preokupon. Ndërsa sahabët kanë qenë në mënyrë të kundërt. Ata ju mërzit më shumë për çështjen e fesë të tyre sesa për çështjen e dynjas së tyre. Pastaj shehu këtu ka përmend hadithin që përmendëm edhe më herët, domethënë ata që janë në atë që është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij. Për këtë arsye dietarët i kanë shujt me ata emërtime el-firqatu najie, grupi i shpëtuar, se janë të shpëtuar, thotë Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, në dynja prej epsheve, prej bidateve, dhe janë të shpëtuar në ahiret prej dënimit. Dhe e taifatul mansura, që janë të ndihmuar, dhe kjo ka ardhur edhe në tekstet, ka ardhur transmetim në Musned e Imam Ahmed me isnad të sakt, ka thonë idha fasada ahlu sham fala khayra fikum wa lan tazal ta'ifatun min ummati mansurin. Ka thonë do vazhdon një grup prej umetit tim, një palë prej umetit tim mansurin, do të thonë të ndihmuar. Ata çdo herë janë të ndihmuar. Ose me ndihmën e forcës janë të fuqishëm, ose me forcën, ose me fitoren e argumentit. Imam Ahmedi rahimullah ka qenë i burgosur, ka qenë i vetëm, nuk ka pas forcë, ama ka qenë i ndihmuar me argumentin, dhe fitoria e tij ka qenë me argument. Edhe pse ai i burgosur, i shtypur, vetëm argumenti i tij ka qenë më i fortë, dhe ka qenë i ndihmuar, dhe ka qenë fitor me argumentet që ka pasur. Dhe disa kanë dash me dallu, me thonë Taifatul Mansura është një grup dhe Firqatu Najie është një grup tjetër. Taifatul Mansura dhe mek janë njerëz të sunetit. Ndërsa al-Firqatu Najie, ata që janë të shpëtuar, që nuk futën zjarr, janë shumë prej grupeve të muslimanëve. Këtë e ka bërë Salman Auda. Për këtë arsye Sheikh Rabi' rahimahullah edhe për atë ka shkruar libër. Ma herët e përmendëm librin që ka bërë refuzim Abdulrahman Abdul Khaliq, edhe ka bërë një libër tjetër që për këtë temë e ka refuzuar Salman Auda dhe ka thut Ahlul Hadith hum at-Taifatul Mansura an-Najia. Këtu do me thonë ka refuzuar Salman Audan për këtë çështje dhe ka bërë të qartë se pala e ndihmuar dhe grupi i shpëtuar është një grup. Është grupi i njerëzve të sunetit dhe janë ata që pasojnë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. O ju të rinj, o të rinj musliman në përgjithësi dhe o të rinj të metodologjisë selefite në veçanti dhe o musliman në përgjithësi, kapuni pas librit të Allahut dhe sunetit të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Kapuni fort pas tyre në akide, në adhurim, në sjellje, në metodologji dhe në sjelljen praktike, deri në fund të të gjitha kërkesave dhe detyrimeve. Kapuni fort pas tyre dhe shtrëngojeni pasimin e tyre me dhëmball, sepse në këtë gjendet përsosmëria, nderi dhe dinjiteti. E lusë Allahun te baraka wa taala që ta bëj këtë umet të kthehet me vendosmëri të libri i Zotit të saj dhe të suneti i profetit të saj, dhe të begatoj këtë umet me thirrës të sinqert, të devotshëm dhe të drejtë, që këshillojnë me sinqeritet këtë umet dhe të përgatis për ta prej thirrësve ata që do t'i zgjojnë prej gjumit të tyre, do t'i ngrenë nga rrenja e tyre dhe do t'i udhëheqin në bregun e shpëtimit nga kjo jetë e mbushur me errësirë. E lusë Allahun te baraka wa taala që ta bëjë realitet këtë vërtet ai është dëgjues i lutjes
dhe paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi profetin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen dhe mbi shokët e tij. Pastaj e mbaron shehu rahimahullahu taala këtë shkrim me këshill që drejtohet të rive në përgjithësi dhe të rive selefi në veçanti. Dhe kjo që është njohur për shehut, që ka qenë njeri këshillues, që ka dash të mirën dhe ka dash udhëzimin e të rive. Dhe i këshillon ata që të kapën mas Kur'anit dhe Sunetit. Dhe kjo nuk ka qenë tek shehu vetëm fjalë, po është parë edhe me veprat e tij. Është njohur shehu se ka qenë i kapur fort mas Kur'anit dhe mas Sunetit. Dhe shehu jon Sheikh Arafat el-Muhammedi e ka shpjeguar këtë shkrim dhe në shpjegimin e tij thotë, dhe unë kam përfituar domethënë në shumë prej çështjeve prej shpjegimit të Sheikh Arafat, e kemi mësuar domethënë te shehu këtë libër para disa muajve. Dhe në shpjegim në fund Sheikh Arafat thotë për Sheikh Rabin, thotë wallahi betot dyën Allahun. Thotë sikur Sheikh Rabi të kishte jetuar në kohën më të hershëm, Sheikhu betohet. Sikur Sheikh Rabi të kishte jetuar në kohën më të hershëm, dhe konsideroheshte dhe dhe ishe në mesin e imamlarve, Sufjanit dhe Shu'bes. Ashtu do më thonë dhe ishte Sheikh Rabi, në mesin e imamlarve të Sunetit dhe imamlarve të Selefit, Sufjan dhe Shu'be. Thot sidomos ai është prej njerëzve të hadithit, të specializuar në këtë çështje. Edhe shehu pastaj vazhdon duke thonë se njerëzit e hadithit nuk është vetëm ai që e mëson hadithin, e mëson përmendj dhe mëson ilal, defektet e hadithit e kështu me radhë. Po njerëzit e hadithit do të thotë ata që punojnë me hadithin. Ata punojnë me hadithin dhe ata që i dojnë njerëzit e Sunetit dhe i urrejnë njerëzit e bidatit. Edhe kështu ka qenë Sheikh Rabi, ka pas dashuri të madhe për njerëzit e Sunetit. Dhe u kanë ndihmu me fjalë, e me pasuri, e me këshilla, me çka ka pas mundësi shehu. Në shtëpinë e tij njerëzit e Sunetit çdo herë kanë pas mirëseardhje. Kanë ardhur aty, kanë bujt aty, kanë nejt aty, kanë hongër aty, kanë pi aty. Shehu i ka dash njerëzit e Sunetit. Edhe ka pas urrëtie të madhe për njerëzit e bidatit dhe i ka refuzuar ata dhe i ka kundërshtuar ata dhe ka sqaruar devimit e tyre. Dhe ky sqarim bëhet me dituri. Nëse nuk ke dituri, as nuk ke mundësi me kundërshtu njerëzit e bidatit. Duhet, do me thonë, refuzimi të jetë me dituri dhe me drejtësi. Dhe duhet nxënësi i dijes të jetë edhe shembull. Nxënësi i dijes, po edhe secili prej juve dhe prej neve duhet të jetë shembull kur shkon te shtëpia e vet, ku takohet me familjen e vet, në mesin e komshive dhe familjes së kështu me radhë, ai të jetë shembull. Nëse ti mëson me fjalë gjërat e mira, po kundërshton me veprat tuaja, ata nuk kanë me pranu prej teje. A nëse shohin se ti je i pari që punon me këshillat e tuaja, dhe je ai që përpudhet fjala me veprën e tij, atëherë kanë me të marrë shembull dhe kanë edhe me të pasu. Dhe shembull te gruaja jote, te fëmijët e tu, ti je shembulli dhe ti duhet të qesh shembull më i mirë që ata të përfitojnë prej teje dhe të ndikojnë prej teje. Nëse ti ndalon fëmijët nga diçka, edhe ata shohin se ti e vepron, ata kanë me të thonë, po bab, pse ti e vepron? A nuk thaj se është haram? Atëherë ti bjen në sytë e tyre dhe nuk pranojnë më prej teje. Atëherë bohu shembull i mirë. Edhe të mundohet secili prej neve që të jetë qelës i të mirës, që t'i bashkon selefit në të vërtetën dhe mos jetë shkak për përçarjen e selefive. Edhe shehu këtu ka përmend, ka thonë, dhe të përgatis, do të thonë, bon dua që Allah Azza wa Jall të jep në këtë umet prej thirrësve ata që do t'i zgjojnë prej gjumit të tyre. Dhe me të vërtet kjo çështje është shumë e rëndësishme, me pas në umet thirrsa, dietar dhe nxënës dije që i thirrin njerëzit në të vërtetën, bashkësharojnë atyre çështjet e fesë të tyre dhe i këshillojnë ata dhe i udhërojnë për të mirë dhe ndalojnë nga keqja.
Dhe për këtë arsye, domethënë këshilla ime e fundit tash në fund të këtij seminari është që të bashkoheni me hoxhallarët e juve që i dini, prej atyre që janë të njohur për thirrjen e da'wa selefie, ata që ju bashkojnë me dietarët dhe ata që vasqarojnë çështjet e fesë dhe kthehen në çdo çështje tek dietarët, kthehuni dhe bashkohuni me ata thirrsa, me ata hoxhallar dhe me ata nxënës dije, që të jemi të bashkuar në të vërtetën. Se prej cilësive më të mëdha të sunetit është se ata bashkohen. Por këtë edhe janë quajtur ahlus sunna wal jamaa, njerëzit e sunetit dhe xhamatit. Dhe kjo është një prej bazave të sunetit, bashkimi në të vërtetën. Dhe kundërshtimi dhe refuzimi dhe përçarja ndodh vetëm kur njerëzit e kundërshtojnë të vërtetën. Për këtë edhe arsyeja më e madhe e kundërshtimit të umetit dhe përçarjes është bidati dhe njerëzit e bidatit. Për këtë arsye me pas dashuri, lojalitet, el-wala për njerëzit e sunetit dhe me pas urrëtie dhe distancim dhe bojkotim, domethënë el-baraa prej njerëzve të bidatit. Dhe Allahu subhanahu wa taala lusim që të na bën dobi prej fjalëve të Sheikh Rabis, që i kemi mësuar këta 3 ditë, që është argumentuar me fjalët e Allahut azza wa jalla në Kur'an dhe me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe lutim Allahun azza wa jalla gjithashtu të na bën dobi prej derseve që janë në këtë seminar. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu sallam ala nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dhe mos harrojt së fundi të falenderoj të gjithë ata vëllezërit që e kanë bërë mundin e organizimit në krye hoxha e nderuar Kamer Abazi dhe vëllezërit rreth tij që kanë ndihmuar që të realizohet ky seminar. Edhe ju të gjithë që keni marrë pjesë, edhe të gjithë hoxhallarët që kanë bërë mundin e udhëtimit dhe kanë ardhur këtu, që t'u japin prej diturisë që Allahu azza wa jalla u ka dhënë atyre. Lutem Allahu azza wa jalla që t'i shpërblen të gjithë me shpërblimin e tij. Wallahu a'lam wa sallallahu sallam ala nabiyina Muhammad.